Mirë me gjesi, sot është kjo veshja ime, kam lirë, nuk e di, tani. Edhe jam pa lyer, do lyem në makinë, u lava, u shplava, flokët nuk është se janë shumë mirë, se i lash të fajshëm shu, por do t'ju flas më vonë në makinë. Kemi ardhur shpejt në aeroport dhe po ham bukë. Erdha ula, ju tregoj pak Koreun. Blevëm një kafe edhe këtë. Imja ka bërë fresh mix juice. Është 6.800 dhe 2.300 bën një macchiato. Po nisemi dhe Oreon e kam brapa, nuk duket. Jemi shumë të lodhur, njëra është vap, njëra është ftohtë, nuk po kuptohet. Kështu që le të vazhdojmë. Na i lanë Oreon këtu poshtë. Na dhanë për të ngrënë edhe një bidon me ujë të vogël që është super shumë. Thank you for choosing Air Albania for your trip. We hope that you have enjoyed the flight and we will be glad to welcome you again on board of aircraft soon. Thank you and we wish you Jemi në tren, nuk ju filmohem përpara se ishim shumë të zen, nuk tinim ku të venim dhe ku të vinim, kështu që do t'ju them kur të arrit te vendi bukur që kemi rezervuar. Në fund erdhëm, daluam në qendër të Milanos. Jemi në Italo dhe kemi marrë atë trenin express dhe all inclusive. Është që i ka të gjitha brenda. Tani po pim një lëng mandarine. Edhe Edi nuk e di se çfarë ka marrë, por jemi të qetësuar shumë. Nuk e di, është shumë e lodhshme. Oreu apo ri shumë mirë fatmirësisht. Oreu është aty duke parë njerëzit. Ndërkohë shikoni për gjendjen të njerëzit sa është Milano. Unë nuk e di, jam shumë e lodhur. Por të paktën do hajmë, do bëjmë çdo gjë. Nga kjo jam shumë e besuar. Edhe e prem biletën, në qoftë doni ta mirëni all inclusive. Bileta nga treni, do të thënë nga Milano deri në Firenze, kushton 200 euro, i ke të gjitha me të ngrënë. Dhe për të vemi tek treni kemi dhomën tonë, nuk do na përgjigjesja askush, mund të bëjmë çfarë të duam. Ndoshta edhe mund të na ofrojnë për të ngrënë, nuk e di fare, ma shpjegoj, po isha shumë e lodhur dhe asnjë gjë nuk kam kuptuar, të them të drejtën, nuk kam kuptuar asnjë gjë. Dhe të piqik se më shtar goja, ndërkohë ç'a më bën këtu te çanta, një minutë. Edhe kështu do presim sa të bëhet çdo gjë
gati dhe më në fund të ikim në Firenze dhe pastaj kemi akoma dhe një kusur. Do marrim dhe një taksi që mund të kushtoj 40 ose 50 euro që të jemi në shtëpi. Kemi dhe një shqiptar këtu që po flet dhe po I thot pjesëtarëve të familjes që ke çdo gjë. Kjo që është shumë mirë se ke dhe wifi gratis. Do të thënë falas, më falni nëse përdor terma tuaj, por e kam të gjithë nga lodhja e madhe që po kaloj. Do t'i flas kur të ipi në tren që t'ju tregoj disa pjesë se si është ajo treni luks, le të themi, se këtu është luksi që I thuhet. Por ne nga që jemi shumë të lodhur, nuk dua që Orewa të shkoj shumë njerëz dhe të mërzitet, se gjëparë në tren ishte shumë e nerva, nuk ka ngri asgjë. Edhe tham që të merrnim një dhomë, domethënë klasi I parë, nuk pretenduam që të merrnim këtë luksi. Por me që nuk ishte, tham, okej, të ham atje dhe buk dhe I kemi çdo gjë të paguar, kështu që do ju flas sapo të arri në tren. Apo erdhëm në shtëpi, të lodhur të raskapitur, edhe bëm dush dhe tani u shtriva. Shikoj edhe Oreon që sa më ndjedhi. Është një dashuri dhe rruga shkoi shumë okej, por se çfarë ndodhi do t'ja shpjegoj nesër. Dhe shikoj sa është lodhur. Nuk po ndjen fare, do ta marr këtu te krau që të flej me mua se ndryshe kështu këmbët e mia shkojnë jashtë përdorimit dhe t'ju themi natën me Oçon. Kam dalë të bëj vrap. Sot dita është një ditë shumë e bukur. Edhe kam dalë në natyrë në një vend larg shtëpisë. Do shkoj dhe të marr disa gjëra, më bie dielli këtu. Do shkoj të marr edhe disa gjëra në të njëjtën kohë në postë dhe do shkoj në këmbë. Sot është mëngjes, siç më pat që unë bëra pak eci, sepse më duhet të bëj pak eci, sepse kisha ngrënë, siç ju thash, në Shqipëri kam ngrënë shumë ëmbëlsira. Edhe gjithmonë nëse e vini re në video stresante, mua më bëhet gusha shumë, gjë që tani nuk e kam, por unë kur stresohem, rritet kortizoli edhe më bën që të hendjem në fytyrë shumë, edhe të kem dhe gushën më shumë nga që kam, sepse tregon nivelet e larta të kortizolit. U mërzita fakt që I kam nga Shqipëria, sepse nuk dejta shumë në fakt, vajta vetëm për një sebeb që kisha, edhe doja realisht që të shkoja në vjetor dhe të rini më shumë, por puna e Edit nuk e bëri shumë të mundur dhe unë këtu kam kalendarin e Aventos. Të kalendarin e kam bler 80 euro, 79 me saktësi, 79,99. Kështu që për 80 euro nuk e di nëse doja vlej apo jo. Le ta shohim së bashku. Kjo është kalendari I Aventos dhe prezantohet në këtë mënyrë, t'ju ngrej dhe pak, dhe le ta hapim. Jemi këtu, le ta hapim numrin 1. Është pak e vështirë ta hapim. Është një hidratues buzësh. Numri 1 është një lipstick nga MAC. Ta hapim. Edhe këtë e kam provuar për nuk e di sa kohë ka që e kam provuar, por më pëlqen vërtet shumë. Në atë kohë që e ke lip glossin, kjo është një lip conditioner, hidratant, përderisa e ke në buzë ta mban hidratuar, pastaj nuk I dihet, nuk I ke me të hidratuara. Nuk do të jetë shumë. Super bukur. Shikoni si I ndriçoj, mund të kisha edhe më shumë që të kisha efekt më shumë, por edhe nga jashtë bjerë mirë. Kështu që kjo numri 1, si fillim muaji dhjetor që hap kalendarin,
është e konsiderueshme sepse e dim të gjithë që mak kushton, kjo linjë kushton. Në sitin zyrtar kushton 27 euro, që nuk është pak, për 27 euro të marrësh një lip, nuk është pak. Okej. Në eSharm është një sit, kushton 17,55 plus 4 euro e 90 spedicioni. Tani, në My Origins është 27 euro e 45, çmimi fix, por ajo nuk e di nëse kishe 45, dhe kosto e spedicionit është 2 euro e 95. Shikoj që këti tani, My Origins më shumë se Mac. Tani, kjo është në Zalando janë skonto, sepse Zalando i ka dihet që i ka zyrtar çmimet, 20, presje 29 centesmi, 20 euro e 29 centesmi, plus 4 euro e 95 spedicioni e bën nga Big Shopper, tjetër nga Galeazi, do jenë këto kozmetikat, e ka 18 euro e 90 centesmi, plus 4 euro e 50 spedicioni. Edhe e fundit është Look Fantastic, është nga 17 euro e 45 nga 25 euro, thot, plus 4 euro e 50 spedicioni. Tani, logjikojeni vetë, nuk e di pse janë të çmime më e ullët nga Maku, por nuk e di që të them, spedicioni këtu kushton të jetë 5 euro, do me thënë ta blesh 27, edhe 5 euro të vete 30 e ca një libal, por në narat të kalendarja vendos. Edhe kjo ishte e gjithë videoja, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, mos harroni që të më mbështesni me një like, me një subscribe dhe ndoshta pse jo shpëndarje, sepse kjo gjë më ndihmon shumë dhe po bëj shumë sakrificë, sepse kam disa punë të tjera që më duhet të bëj, kështu që po i bëj sakrificë vetes, kështu që do ju lutesha të më bëni dhe të më ndihmonit me një subscribe, sepse edhe ju keni vlerë në këtë video, sepse fal jush, unë po bëj video, kështu që shihemi në vlogmasin numër 2, puthje për juve. Mirupafshi.